Hirushja. Na ishte një herë një vajzë që jetonte me njerëkën dhe 2 vajzat e saj. Jetimja e vogël kryente të gjitha punët e shtëpisë dhe mbulonte hiri, nga hiri që mbulonte e thërrisnin Hirushe. Edhe pse mbulonte hiri, ajo ishte shumë e bukur, ndërsa vajzat e njerëkës ishin edhe të shëmtuara, edhe zemërliga. Një ditë, i dërguari i mbretit solli lajmin e një balloje mbretërore. Princi do të zgjedh vajzën më të bukur për nuse. Të gjitha vajzat e mbretërisë janë të ftuara në ballo, njoftonte i dërguari i mbretit. Vajzat e njerëkës filluan të bëheshin gati për në ballo. Për Hirushen, kjo do të thoshte edhe më shumë lodhje. Ajo lante, hekuroste veshjet e tyre dhe i ndihmonte të bëheshin gati e të zbukuroheshin. Vajzat e njerëkës besonin se do të rrëmbenin zemrën e princit. Njerëka i shoqëroi vajzat në pallatin mbretëror. Hirusha i përcolli deri tek porta ku priste një karrocë e madhe. Kur ato u larguan, Hirushja mbeti si e shtangur. Balloja e princit nuk ishte për të. Njerëka i kishte kërkuar të qëndronte mbyllur në shtëpi, të pastronte hirin në vatër e të lante dyshemen. Hirushja psherëtinte nga dhimbja dhe ndjente lotët që po i mbushnin syt. Hirushja ul pranë vatrës, ndante fasulet nga thjerëzat e qante me zë të shuar. Në kulmin e mërzisë dhe të dhimbjes u shfaq një zanë e kaltër. Ajo i tha Hirushes të shkonte deri në kopsht e t'i sillte kungullin e madh rumbullak. Hirushja vrapoi në kopsht dhe i solli zanës kungullin e madh që kërkoi. Zana rrotulloi shkopin magjik dhe kungulli u shndërua në një karrocë të bukur si ato të princeshave e të princerve. Zana preku rrobat e Hirushes me shkopin magjik. Nga prekja e shkopit magjik, rrobat e Hirushes u shndëruan në rroba të bukura si të një princeshe. Në këmbë mbante një palë këpucë të kristalta. Hirushja ime, mos harro të kthehesh para orës 12 të natës në shtëpi. Fiks në orën 12 do të shndërohesh përsëri në Hirushe, e kujtoi Zana. Zana e ngjiti lart në karrocë si të ishte një princesh. Kur Hirushja hyri në pallatin mbretëror, princi shtangun nga bukuria e saj dhe ra për një herësh në dashuri me të. Ai e ftoi të vallëzonin bashk. Princi vallëzoi me Hirushen gjatë gjithë mbrëmjes. Kur princi po bëhej gati t'i thoshte Hirushes se çfarë ndjente, ora filloi të trokiste. Hirushja e la vallëzimin dhe vrapoi të largoi vetëtimthi. Princi i hutuar e ndoqi pas. Ndërsa largohej me nxitim, Hirushes i mbeti njëra nga këpucët e kristalta në shkallë. Princi mori këpucën në duar. Pas pak vajza nuk do të dukej gjëkundi. Të nesërmen, princi njoftoi se do të martohej me vajzën që do t'i vinte këpuca e mbetur në shkallët e pallatit mbretëror. Obortarët shkuan shtëpi më shtëpi, por më kot. E provuan edhe 2 vajzat e njerëkës. Këpuca nuk ishte për këmbën e tyre. Në çastin e largimit, obortarët dalluan Hirushen pranë vatrës. Obortarët e ftuan dhe Hirushen për të provuar këpucën e mbetur në shkallët e pallatit mbretëror. Ajo ishte për këmbën e saj e për asnjë këmbë tjetër. Vajzat e njerëkës gati sa nuk plasën nga zilia. Princi u lumturua që zbuloi vajzën e ëndrave të tij. Unë të dua dhe të kërkoj të martohesh me mua, tha princi. Edhe unë të dua, tha Hirushja. Ata u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë.